Dgjoj, nga po shkoje me këtë pelikanin? Flamingo, në që? Flamingo. E bën zvonar? E kam simbol, në kuptimin që është thënë tashmë shpesh edhe ne jemi si flamingot që po na dëbojnë nga habitati, kështu që identifikohem shumë me flamingon, prandaj mbaj. Edhe unë ashtu e kam titulluar kanalin tim YouTube, Revolucioni Flamingon, fal? Shumë bukur. Edhe përshim që t'ja kushtoj atë aksaj që po ndodh në shesh. Tani, unë nuk di që ti je njëri i zgjuar, njëri i mençur, njëri që je shumë mirë politikën, por mbi të gjitha të shoh që je këtu me njerëzit. Dhe je shumë i thjeshtë. Do më thuash 5 fjalë si e shikon protestën në 60 ditë? Është një gjë në evoluim, në ndryshim që ka pasur linjën e vet, pastaj zhvillimin po rritet si një gjë e gjallë që ndryshon duke çdo ditë që kalon. Po një gjë e gjallë kolektive, jo individuale, apo jo. Kjo është e E shikoj kështu që fillimi ishte një zemërim për një gjë që ishte pak më e vogël, por që u bët shpërthimi i një zemërimi të akumuluar shumë shqiptarëve. Dhe ka pasur një vërshim në fazën e parë, që quaj faza e parë, të zëmërimit edhe të grumbullimit njerëzve që u shtuan me shpresën se do japin një goditje kësaj qeverie që e meriton. Sigurisht që kemi përballë një pushtet që nuk është demokratik, por që e din se çfarë krimesh kanë bërë dhe e din që s'mund të lëshohen. Nuk mund t'i se në një vend normal, po të normal, sigur vetëm një pjesë nuk kanë besim, ndaj meje them po iki. Apo jo. Ndërsa kur s'kam si iki se e di çka kanë bërë dhe çka mpret, atëherë është i gjithë sistemi që është mbledhur për të rezistuar. Kjo e ka çuar protestën pak nga pak në një stad tjetër që bashkë me kohën që kalon, i duhet mendoj se si duhet strukturohet më mirë, sepse është një rrugë më e gjatë. Pra nuk është ai entuziazmi i parë, fillimi që shiko se e morën goditjen, e morën mesazhin, tani do të rriqen si shpresoni një pjesë. Kjo kërkon një fazë tjetër që mbi të gjitha kjo fazë tjetër ama kërkon këmbguljen që ne të rrim këtu dhe të mos e shuajm dhe të mendohet, punohet me krimtari, edhe me krimtari gjuhësore, parullash, me krimtari organizative, artistike, që kjo të mbahet, sepse kjo është pak rrugë e gjatë. Ky regjim nuk do t'ikë në këtë mënyrë. Se si kjo mbetet edhe për të zgjidhur, mbetet për të parë më mbrapa se si. Por unë ngulmoj që numri, shtimi i numrit edhe i njerëzve të vetëdijshëm që këtu jemi përpara një rreziku, përpara një bande kriminale që që ka bërë shumë dëm dhe mund të bëjë dëm shumë të madh, prandaj duhet të largohet sa më parë, duhet rritur kjo gjë. Kjo sigurisht duhet vërë agent të tjerë ndryshimi në funksionin tani folin djalë për spakun, t'jap dorëheqjen braf, apo jo? Dëgjova dhe tha, nëse nuk ke këll që i tha klub brau dik. Po kështu është se a janë për të na mbrojtur nga krimi. Se këtu në fakt janë kapur gjithë institucionet. Merr shikun, na i zbulojnë ata francezët se ku është ai, se kishte emrin ai Ermal Beqiri, e zbuloj e kapin francezët. Ta nuk e din. Merr policin, po kështu. Spaku nuk dihet ç'a bën. Kjo është një bandë kriminale që duhet asgjësuar sa më parë që të bëjë sa më pak dëme. Në këtë aspekt, kjo e bën edhe të me ngut gjën, dhe njëkohësisht padyshim edhe
atë faktor tjetër ndryshimi dihet që janë edhe ndërkombëtarët në atë proces negocimi që është hapur, me gjithë levat që ata kanë, që kjo protestë duhet të ndërgjegjësoj që nuk mund të hyjet në Europë narkoshtet. Nëse fusin narkoshtet në Europë, atëherë kanë rënë vlerat europiane. Pikërisht. Mirë, ti do vazhdosh të qëndrosh, ëh? Do të qëndroj, kam ca ditë pushime që duhet të ikë një 10 ditë, që i kisha përgatitura, po gjëra tjetër do jem, kam qenë sot është dita 66 jam këtu, do jem deri ku diun ditën e 76 sa i bie. Pastaj do kthehem në ditën e 86, 87. Okej, do kërkoj nga ty se jam e sigurt që do duash në Hyper një mesazh drejtuar patronazhistëve dhe atyre njerëzve që akoma s'e kanë besuar dhe s'e ndërgjegjësuar që cigaria bën dëm. Që që nuk e kanë kuptuar. Nuk janë ndërgjegjësuar që cigaria bën dëm. Që cigaria bën dëm. Ajo që mund të them unë është të përpiqen të mendojnë me kokën e tyre. Se ka shumë rëndësi që njeriu të mos jetë vegël që mendon me kokën e tjetrit, në udhëzimet e tjetrit, por të kthehet tek vetvetja dhe të mendoj me kokën e tyre. E kam këtë nga ajo që si thot dhe Hannah Arendt, krimet më të mëdha nuk i bëjnë ata që ne na duken si monstruoz. Na i bën njeriu që s'mendon. Njeriu që s'merr përgjegjësi për tjerët, por vetëm ndjek urdhrat, se këto janë urdhrat që duhen. Sigurisht lidhet edhe me ato që një pjesë e bëjnë për të vjetuar, për para, për këto, dhe kjo pastaj është thirrja, pastaj tjetër është që të kuptojnë që paraja është një zot i rrem, sepse duhet besojnë në diçka shumë më të rëndësishme se paraja. Po kjo ndodh kur njeriu ka botë. Po tash. Apo jo. Patjetër, kur ka botë, kur ka botë, kur mendon. Kur mendon, patjetër. Se të mendosh do thot marrësh përgjegjësi për botën. Kam dhe unë përgjegjësi që po ndodh kjo e keqe këtu. Më thosh, jo, mos kam unë e kanë bërë ata. Jo, më jo, ke dhe ti se e pe, edhe s'bëra asgjë, apo jo. Patjetër. Kjo është ajo që ti mendon. Mendon dhe ndjen përgjegjësi për botën. Mirë Bonja, ti ke rrugtim për të bërë? Unë do të bëja një marshim me këta, po më lodhen, për ndryshe do eci vetëm me flamingon time. Okej.